Kombëtarja e Kosovës shkëlqen në murcia të Spanjës duke e deklasuar me rezultat 3-1 Islandën në ndeshjen e kthimit të play-offit të Ligës së Kombeve. Kosova ka festuar triumfin e madh në tokën e shtetit që nuk e njeh siç është Spanja dhe ngritjen në Ligën B, ndërsa Islanda e tronditur nga humbja dhe rënia në Ligën C. Kosova edhe takimin e parë e fitoi 2-1 në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë dhe me rezultat të përgjithshëm 5-2 e rrëzoi Islandën dhe e dërgoi në Ligën C. Sulmuesi Vedat Muriqi ka qenë i papërmbajtshëm me 3 golësh. Në minutën e tretë mbrojtja e Kosovës nuk reagoi si duhet dhe futbollisti islandez Oskarson me goditje të fortë shënoi nga afërsia në këndin e poshtëm të majë. Kosova barazoi rezultatin në minutën e 35. Mbrojtësi Leart Pacharada ka depërtuar bukur e me të parën asistoi te Vedat Muriqi, i cili nga afërsia nuk e pati të vështirë për të shënuar. Në fund të pjesës së parë Muriqi me dinakërinë e tij ka realizuar për 1-2. Në minutën e 53 Helgason nga rreth 25 metra ka dërguar goditje të fuqishme, por portieri Amir Shaipi me paradë e dëboi në rivënie të këndit. Në minutën e 69 Gunnarsson u përjashtua me karton të kuq pas 2 të verdhëve. Në minutën e 79 Muriqi kompletoi het-trikun duke shënuar nga afërsia për 1-3.